Doktoresha, këtu jemi tek dhoma e mamografisë. Çfarë është mamografia? Si është e ndarë dhe do doja të dija pak ku ndryshon nga ato mamografitë të tjera që ne jemi mësuar të shohim ose në përqendra të tjera ose në spitalet publike ndoshta? Këtu jemi në kabinetin e mamografisë, ne jemi shumë të lumtur dhe krenar të prezantojmë një pajisje vërtet cilësore dhe që është avangarde për sa i përket të rejave të teknologjisë në fushën mjekësore. Mamografia si koncept i përgjithshëm, kushdo nga ne ka dëgjuar gjatë jetës, është një ekzaminim që përdor rrezet X për të studiuar gjirin. Ajo mund të bëhet në formë check-upi ose mamografia diagnostike. Ku dallon mamografia e check-upit nga mamografia diagnostike? Mamografia e check-upit është një ekzaminim që kryhet rutinor për të diagnostikuar në mënyrë rutinore, për të depistuar më saktë në mënyrë rutinore pacientët. Ato duhet të jenë mbi 40 vjeç zakonisht. Për moshën është e rëndësishme të flasim sepse ndonjëherë gabimisht bëhet edhe në mosha më të reja në formë check-upi kërkohet më saktë në formë check-upi nga vajzat. Jo, nuk duhet bërë në moshat e reja për disa arsye. Njëra prej tyre është fakti që duke qenë një gjim më dens, më i plot, në moshat e reja mamografia nuk ka vlerë të madhe diagnostike, dhe së dy duke qenë se ka rrezatim ionizues dhe në këtë mosha nuk është e rekomandueshme. Pra në moshë të re thjesht merr ca rreze. Po, në moshë të re si formë check-upi kryesor dhe i vetëm le të themi është pjesa e ekografisë, e cila dhe ajo duhet të jetë me parametrat sa më të mira të mundshme dhe mundësisht të jetë multiparametrike, pra me teknologjinë e re të ekzaminimeve që janë futur. Për sa i përket mamografisë që tham, kemi atë të check-upit dhe mamografinë diagnostike. Në rastin e mamografisë diagnostike është një ekzaminim që është kërkuar nga mjeku si pasojë e diçkaje që është dyshuar. Në këtë gamë mamografia është termi gjerë, mund të kemi dhe atë që quhet mamografia me tomosintezë apo 3D, sepse mamografia standard është ajo 2D. Me volimin e të rejave teknologjike, kemi arritur ajo që quhet mamografia me tomosintezë apo 3D, që jep një rezolucion më të mirë dhe një cilësi dhe saktësi më të lartë të diagnozës dhe me më pak rrezatim. Këtu qëndrojmë. Pra kjo është pjesa më le të themi më e rëndësishme. Ka më pak rreze, është më lehtë për tu bërë, kjo e diferencon nga të tjera. Ka më pak rreze dhe është më cilësore në diagnozë. Për sa i përket lehtë apo e vështirë, mund të themi më e lehtë apo më e vështirë, sepse mamografia është një procedurë që në përgjithësi konsiderohet jo invazive, pra pa shqetësime të mëdha për pacientën, sigurisht duke qenë se gjiri duhet të shtypet pak, i ushtrohet një farë presioni i lehtë, mundet që disa gratë të ndjejnë një farë bezdije. Themi gratë sepse është ekzaminim që përdoret më shumë për të diagnostikuar gratë. Sigurisht që në raste caktuara mund të lindin nevoja dhe në diagnozë edhe tek burrat. Atëherë, nëse unë dua të bëj një mamografi, duhet domosdoshmërisht të kem bërë një ekogjiri përpara, pra nuk mund të shkoj direkt tek mamografia? Siç e tham, nëse jeni një zoj mbi 40 vjeç dhe doni të bëni një mamografi check-upi, sigurisht që mund të bëhet dhe mamografia para ekos. Por në përgjithësi, ato duhet të jenë të bashkë lidhura, janë komplementare të njëra tjetrës. Ndërsa për vajzat e reja, patjetër që është ekoja zgjedhja e parë dhe në raste të rralla mund të kërkohet mamografia në varësi të gjykimit të mjekut. Çfarë ka risi tjetër intermedika sa i takon pjesës mamografisë? E cekëm pak që fjala mamografi është një fjalë e përgjithshme, por sigurisht brenda saj ka disa gjëra që duhen të ndoshta edhe për gratë për ta kuptuar se sa të lehtë kanë dhe çfarë të dinë të kërkojnë kur të vinë. Është e thjeshtë për ta, boll të kërkojnë ekzaminimin dhe mund ta realizojnë tek ne patjetër. Mamografia standarde apo 2D që tham, mamografia me tomosintezë apo 3D që quhet, që jep një rezolucion më të mirë dhe saktësi më të lartë të ekzaminimit, që sigurisht është më e rekomandueshme se sa e para. Dhe mundet në raste specifike, por që tashmë janë mamografi diagnostike, jo mamografi check-upi, është edhe mamografia me lëndë kontraste që quhet, që është një risi për ne dhe në rang ndërkombëtar hyn tek ekzaminimet që janë futurishtas në komunitetin mjekësor, kështu që besoj që me këtë prurje rrisim gamën e ekzaminimeve dhe gjithmonë atë që kemi thënë që të jemi në valën e duhur me kërkimin shkencor dhe me risit. E qartë. Meqense nuk ka kaluar shumë kohë, pra kaluam tetorin, jemi në dhjetor, në fakt disa nga paketat tuaja u shtyn edhe deri në mes
mesin e nëntorit apo fundin e nëntorit për shkak se nuk mundën të përfundonin të gjitha vizitat në tetor. Si ka qenë fluksi, sa i takon mamografisë, çka nuk kupton edhe një lloj le të themi se si ka qenë edhe përhapja e mundshme e kancerit të gjirit në vendin tonë. Këto janë dy nocione të ndara. Ne duhet kemi sa më shumë pacientë që bëjnë check-up dhe aq më mirë është, dhe duhet kemi sa më pak kancer që Patjetër. fatkeqësisht është një gjetje jo e mirë për ne. Për sa i përket kërkesave në nivel check-upi, në opinionin tim, kanë qenë të kënaqshme kërkesat nga zonjat dhe nga vajzat dhe nga gratë për të vetë diagnostikuar patologjitë e mundshme të gjirit. Vetë diagnostikuar bëhet në mënyrë kontrolli të vetishëm në shtëpi, por dhe për dëshira për të vetë diagnostikuar në sensin pa kaluar nga një rekomandim mjekësor. Pra ta vinë vetë me dëshirën e tyre për të bërë një ekzaminim check-upi. Dhe prurit kanë qenë, siç thatë dhe ju, të shumta, saqë jemi detyruar që ato raste të shtrim edhe në muajin përtej tetorit deri në fund të nëntorit apo dhe fillimin e dhjetorit. Normalisht ekografia kërkohet më shumë se sa mamografia dhe për faktin që neve thamë që është një ekzaminim që i takon moshës mbi 40 vjeç. E mira është që mbi 40 vjeç neve të kryejmë të paktën një mamografi të check-upit, le të themi, që e kemi në dorë vetë, pastaj diagnostika urojmë që mos jetë aq e nevojshme. Sa herë mund të kryhet një mamografi? Një herë në vit mbas të 40-tave. Pra mbas moshës 40 vjeç, siç bëjmë dhe ekon e gjirit, duhet të kombinohet edhe me mamografi. Pse do thonë juve? Sepse kanë gjetje imazherike të ndryshme. Për shembull, mamografia është më e ndjeshme për disa lloj lezionesh që kanë kalcium brenda. Atëherë është më e ndjeshme në formën e mikrokalcifikimeve. Që ekoja nuk i ka. Që është më e ndjeshme mamografia. Prandaj them që nuk janë zëvendësuese, por janë plotësuese të njëra tjetrës. Ekon fatmirësisht e kemi një armë shumë të fortë check-upi që duke filluar nga 20 vjeç vajzat, që është një nga ekzamenimet më të divulguara dhe fatmirësisht e kërkojnë, por duhet bërë dhe pjesa e mamografisë mbi 40 vjeç për check-up. Patjetër. Duhet kemi frikë nga rrezatimi. Se çfarë vjetër? Kjo është e rëndësishme. Çfarë vjetër? Ndonjëherë kemi të stigmën e rrezatimit. Patjetër që duhet patur një farë frike në thonjza, pra nuk kërkojmë ekzaminime me rrezatim të ionizuar pa një kriter dhe qoftë ky moshë apo lloj i ekzaminimit, por dhe një frikë të shtuar ndaj ekzaminimeve me rrezatim ionizues është e gabuar. Saqë ndonjëherë me shaka, për ta bërë dhe më të kuptueshme për komunitetin që nuk është mjekësor, ndonjëherë me shaka them shikoj se po të shkosh deri në New York e të kthesh, ke marr prapë rrezatim ionizues njësoj sikur të bëje mamografin. Pra neve është ajo ideja, pra kur e di që diçka ka rrezik dhe të bën të stepesh pak. Kjo është e vërtetë, po neve nuk e kuptojmë që dhe përditshmëria jonë na ekspozon ndaj një farë rrezatimi ionizues, është e pashmangshme. Kështu që mos të trembemi më shumë se ç'duhet, por dhe jo të abuzojmë me përdorimin më tepër se ç'duhet të këtyre metodave. Pra, rrezatimi që të jep mamografia për shembull apo një skaner nuk është aq i rrezikshëm sa atëherë ndryshon lloji ekzaminime. Flasim për mamografinë aktualisht, sepse ekzaminime të ndryshme kanë doza të ndryshme rrezatimi e para. Dhe e dyta duhen bër skaneri për shembull, nuk është një ekzaminim check-upi, është ekzaminim që bëhet kur duhet. Po flasim për mamografi check-upi. Po që të bëhet edhe dallimi, pra, sepse kur kanë idenë e një pajisje e cila lëshon rreze, nuk është se shpesh e bëjnë edhe dallimin, patjetër. Jo, sigurisht që pajisje të ndryshme na rrezatojnë në mënyrë të ndryshme dhe ekzaminime të ndryshme na rrezatojnë në mënyrë të ndryshme. Prandaj duhet jemi të qartë edhe për llojin e pajisjes dhe për llojin e ekzaminimit dhe për arsyeën e bërjes ekzaminimit. Është një ekzaminim check-upi apo është një ekzaminim diagnostikues? Mamografia. Kjo është pajisja, këtu vendoset gjiri dhe kjo është pjesë e lëvizshme dhe e komprimon, e shtyp gjirin. Prandaj thuhet që mirë është të bëhet në pjesën e parë të ciklit, sepse është më pak i dhimbshëm. Pse është aq i dhimbshëm? Është një çika që ndjejnë. Por që kur duhet. Dhe kjo është e lëvizshme për të realizuar projeksione të ndryshme. Jam kurioze të di. Do me thënë, përveç se është pak më e dhimbshme, folëm për densitetin, pra që një vajzë e re nuk mund vi dhe të bëj një për check-up, jo. Mamografi për check-up.
Po, a ka pasur raste kur ka ardhur për ta bërë sepse duhet ta bënte, pra me rekomandim mjekësor, se ka pasur gjetje? Patjetër, rastet kur fatkeqësisht duhet për arsye mjekësore ekzistojnë. Ka raste që vajza më të reja, si sa të 40-at, për arsye të arsyetuara nga ana mjekësore, lind nevoja të bëhet një mamografi. Sa ka qenë mosha më e re? Mosha më e re e pacientëve diagnostikuar. Personalisht 23 vjeç, që është moshë vërtet e re. Si ka mundësi, çfarë ka ulur kaq shumë? Se deri përpara disa vitesh dëgjonim që prekeshin më shumë mosha të mëdhaja, ishim mësuar të dëgjonim pas të 40-tave. Kjo vjen si shkak edhe i ndërgjegjësimit që e zbulojnë më herët, pra shkojnë dhe bëjnë eko, bëjnë check-upet më herët, apo është ulur pragu i... Ka disa arsye. Një prej tyre, për shembull, është fakti që menarka sot vjen shumë më shpejt. Menarka është ardhja e ciklit të parë menstrual tek vajza. Mosha në cilën vjen menarka sot është shumë e ulët sa mosha e menarkave të brezave më herët, të prindërve tanë, le të themi. Pra gjiri ekspozohet në ndryshimeve hormonale shumë më herët, e përpasoj dhe mosha do ulet. Një arsye tjetër që lidhet sërish, flasim për arsye të lidhura dhe me kushtet ambientale dhe sociobiologjike, le të themi. Ka të bëjë me faktin që shtazanit janë shtyrë në moshë, nëse një 20 vjeçare e dikurshme kishte shumë shanse të kishte realizuar një shtatzani, sot është mundësia shumë e vogël që ajo të ketë realizuar një shtatzani. Pra, menarka vjen më herët, shtatzania shkon më vonë, atëherë hapësira midis këtyre dy faktorëve, ku njëra është predispozuese dhe tjetra është mbrojtëse, është rritur. Sigurisht pastaj dhe përdorimi ndoshta e disa preparateve hormonale, ndonjëherë dhe në mënyrë jo krejt të rregullt. Pilulat cilat përdoren për të frenuar shtazanin, apo të gjitha këto kanë një farë ndikimi. Pra duket se disa janë faktor biologjik? Po, disa janë ambiental. Disa janë ambiental. Të gjitha këto ndikojnë, pra të gjitha janë elemente. Me pak fjalë goca duhet lindin pak më herët, se kanë shtyrë shumë. Nëse vendot, por të vendosin vetë, nëse duan ta marrin. Dhe ushqyera me gjë, sepse me vërtet mund të arrijë një shtatzani. Por ushqyera me gjë jo gjithmonë është aty ku duhet. Pra unë jam dakord që gratë do ta zgjedhin vetë mënyrën se si do prinderojnë, por ushqyera me gjë është fortësisht e rekomandueshme. Nëse ke diçka për të shtuar, ndoshta një këshill për gratë, për edhe një thirrje për të kujdesur për veten e tyre. Shëndeti është pasuria më e madhe që kemi. Kemi për vete e kemi edhe për familjen. Se ne themi që po sakrifikojmë për familjen, sepse duam që ato të zhvillohen e të jenë mirë, nëse ne nuk jemi të shëndetshme, nuk mund të jenë pjesë e këtij shëndeti as familjarët tanë. Kështu që më mirë mund të kursejmë, që pra lidhur me atë që thatë juve, më mirë kursejmë pak kohë ose pak të ardhura nga diçka më me pak rëndësi dhe i kushtojmë rëndësi shëndetit. Të falenderoj shumë, doktore. Shëknajsi.